Do të të bëj një pyetje që lidhet sa me prindrit e tu, aq edhe me prindrit e mi dhe të gjithë shqiptarëve që jemi këtu ndoshta. Kur marrin atë vendimin që u therr zemra të largojnë fëmijën e tyre për një të ardhme në emër të një të ardhme më të mirë. A psojnë ata një traumë dhe a shërohet ose fillon të qetësohet pak kjo traumë kur fëmia është sot psikologe dhe ka qendrën e saj që quhet Sonila Sejdaras për shembull në Chicago. Trauma nuk shërohet kur në rast të parë. Do t'i jap një shembull për traumën se si mund ta shohim nga ana e syrit. Është një si puna e një librarie që librat janë hedhur kudo dhe nëse shkon dhe merr një libër, nëse trauma nuk është procesuar, nuk e bërë punë me traumën tënde, gjithë librat e tjera bien për dhe. Ndërsa nëse ke punuar me veten tënde, ato traumat janë të gjitha atje, librat janë të gjitha atje. Memoret janë të gjitha atje, veç se ti zgjidh një libër, siç po zgjedhim tani, dhe asgjë nuk bie nga poshtë. Kjo është, domethënë që të gjithë duhet ta kuptojmë që trauma nuk shërohet.